Linduri kum shkollu fëmijën si çdo populli me kashore të bukës të mos kum pritu me shkollu fëmijën edhe kum mendu që nuk duhet me intervenue me budallavere, kum mendu që u shpall konkursi, më ka tregu vllavra me shpirti pas ka qenë vllau që më ka dek para një viti gati, edhe ka konkuru vajza, i ka çu dokumentat, kanë bënë një kërkesën që kanë bëu, kanë thonë që nuk janë kompletuar dokumentat, kemi shku me dokumenta prap, kur kemi shku, sa jo i pas kemi gjetë, i kemi gjetë prap, dhe mos këto janë dallavere që kanë bëu mrena ministrisë disa individ, për mu që ata s'meritojnë të punësohen ato, as janë punësuar ato, se unë nuk kam shkollu fëmijë për me intervenu. Edhe me i thon kërkuj që t'man punë, por mendoj nëse fëmija jem është meritor, unë jam qaj të punësohet, nëse sa meritor, në të punësohet që unë ma meritor. Hoq, vajza juaj ka studiu në Amerikë, edhe ka apliku në Ministrinë e Mbrojtës për psikologe klinike. Pastaj aty ka ndodhur ajo që unë pa drejtësi për shkak të pranimit të një vajzës tjetër, e cila sipas jush ka qenë pa licencë, a ma shpjegon që të pjesë pak? Koha ka qenë 2022 kur ka konkuru vajza, dhe me thonë edhe pasi që ka i pom dallaveret, ma trapazllaqet e disa individëve ato që ishin, atëherë ne këmgullëm, bëm ankesë, mrena ministrisë, na u kthy ankesa, dhe me thonë, ma shkurt, me i pru dhe këtë dokumenta ne i qumë gjitha, me përjashtim një specializimi, që atë specializimi e kërkum për Universitetin të Amerikës mrena 2 ditë në akthyn, mirë po ata s'kishin pas qëllim, e qumë Ministritë Shëndetësisë, mrena 2 ditë ata veç e morën punë. Kur e morën punë, na tash bëm një padin në gjykat, për parregullësitë e konkursit, parregullësitë e pranimit. Në realitet, pasi i krym gjitha procedurat mrena ministrisë. Mirë po kur shkum tash në gjykat, neve na erdhën disa informata që personi që u pranu nuk ka licencë fare. Ai kishte pas licencë kur ka apliku, por kur është hin kurs, kur u hin test, edhe me gojë, edhe me shkrim, e në lemo kur e ka shkru kontratën e punës, ka qenë person i cili nuk ka pas licencë. Edhe, përsa tani jemi zhgënju, kemi bo një kallëzim penal, jemi konsultu me avokatin, e kemi bo një kallëzim penal, në atë kallëzimin penal tani, jenë bo dallaveret e prokurorëve, 2 prokurorë që për mu, ata njerëz, tash unë jam hoqë, nuk jam jurist, mirë po prej avionit doket padrejtësia, edhe ata 2 vetë e kanë pranu që personi që u pranu në ministrisë si psikologe klinike nuk ka pas licencë. Edhe atë vetë kam nuk kur kanë nëshku kontratën, kur ka hin në test me gojë, me shkrim, s'ka pas kontratë, mirë po që më që ditë, edhe pi pranën që s'ka pas licencë, edhe shka pa thëtë prokurori, është ngërç institucional. Aja u pranu pa licencë, ka punu një vit e gjys pa licencë, edhe ne kemi bo kallëzim penal kundër komisionit ministrisë, ne s'kemi ditë individ se ne s'kemi, edhe është vërtetu. Pastaj ju keni vazhdu në gjykat, në prokurori, keni bo një kallëzim penal, a një zhgënjym edhe me përgjigjen e prokurisë? Për normal, na kemi bo padi në gjykat, gjykata ka morë një vendim, gjykat si më duket, emri pësë më kujtohet i gjykat, si ka morë vendim me rishqirtu edhe me rivendosë gjendjen. E kemi bo prapë në ministri, kam folë me sekretarin, ma është problemi këtu ka edhe njëtja informati, njëti përgjigje si kura e ma heret, edhe unë jam që i hoxha që nuk nalëm, edhe nuk ka mund dalë, madje ku del funi zoti e din, mirë po nëse se mbroj e vladin tem dhe drejten e vladin tem, unë zdi pse e taj.